konsiderojmë seriozisht. Do ta marrë edhe krejt fundit, edhe pse më humbi pak regjia më ankohet se jemi keq me kohë, edhe për këtë faja t'i ka mund, ama gjithsesi për ta përmbyllur Ilir Morina thotë presidenti kushtoi tek zoti Vitia, thotë nëse rezultati do të jetë sikur i shkurtit, a do ta merrni si sinjal që populli ju ndëshkoj sepse nuk bëhet mjaftueshëm për zgjedhjet e presidentit dhe a do të lëshoni e ka orientuese pyetjen, le të jetë kjo e fundit. Ne nuk lëshojmë aty ku nuk duhet lëshohet edhe do të vazhdojmë të mos lëshojmë ku nuk duhet lëshohet mirë, po natyrisht ne do ta bëjmë prapë ma mundurën, e para nuk besoj se do të jetë. Ka vazhduar dhe pyetjen ka thënë nëse do të dilni me rezultatin e 10-torit dhe prapë nuk është mjaftueshëm për presidentin, a do të lëshoni apo do të kemi zgjedhje përsëri? Gjithsesi kjo nuk varet nga ne. Gjithsesi ne do të mundohemi që të gjejmë mënyrën më të mirë, prapë po e përsëris atë që thash fillim, një president konsenzual, mbi partijak, i cili ose